Në heshtjen e një mëngjesi në Tiranë, ajri në zyrën e kryeministrit ishte i mbushur me aromën e kafes së fortë dhe zemërimit që po zije. Edi Rami kishte përgatitur një fjalim të ndezur, një bombardim verbal i drejtuar përtej Atlantikut. Skena ishte vendosur për njoftimin e një kompanie amerikane që kishte fituar tenderin për projektin e fermës së erës kombëtare, një skenë, siç kishte mësuar, ku prania e tij nuk kërkohej formalisht, por ai do ta bënte të tijen. Në anën tjetër të qytetit, ambasadorja Eleanor Vance rregullonte xhaketën e saj, shprehja e saj e papërshkrueshme, por qëndrimi i saj i ngurtë. Ajo kishte parë njoftimin e momentit të fundit për pjesëmarrjen e Edi Ramit. Një zemërim subtil, profesional, e ngushtoi shpatullat. Nëse ai do të vinte, ajo nuk do të vinte. Danse i protokollit ishte një gjuhë që ata të dy e flisnin rrjedhshëm, dhe ky ishte një gabim i qëllimshëm. Ngjarja nisi e transmetuar drejt për drejt. Edi Rami hyri, një stuhi në një kostum të personalizuar, duke zënë një vend që nuk ishte për të. Nga vendi i saj mes dignitarëve, shikimi i ambasadores Vance ishte një studim i akullit diplomatik. Për gjithë ceremoninë, sytë e saj nuk u ndalen asnjëherë tek kryeministri. Nuk ishte një ofendim personal, por një sinjal i ftohtë dhe i hapur nga një kryeqytet i fuqishëm. Më i ftohtë dhe më i shpjegueshëm se çdo fjalë. Edi Rami e ndjeu të ftohtin dhe ju përgjigj me zjarr. Kur mori podiumin, fjalët e tij të planifikuara u shndërruan në një tablo të ashpër, sinoptike kundër asaj që ai e quajti arrogancën e vjetër imperialiste. Ai nuk foli për dhomën, por për kamerën dhe për profilin e palëvizur të Eleanor Vance. Le të bëhet e njohur, shpalli ai, zëri i tij duke thyer heshtjen e habitur, se ndërsa disa na shohin me përbuzje, të tjerë shohin vlerën tonë. Kam informacion nga autoritetet më të larta që presidenti li e sheh kombin ton si mjalta biologjike, një burim i çmuar natyror që duhet të vlerësohet. Ai e ktheu kokën, paksa drejt ambasadores. Ju mund t'i raportoni mbiut tuaj, tha ai, fjalët e tij duke pikuar me një sfidë të kalkuluar, se Edi Rami po shikon lindjen. Arsyeja e këtij spektakli ishte një sekret i hapur në sallat e mermerit të pushtetit. Edi Rami po priste një goditje të fortë nga Washingtoni, një vendim të rënd për të cilin qarkullonin thashetheme se do të merrej brenda disa ditësh. Ky ishte një lëvizje parandaluese, një kërcënim për të drejtuar anijen e shtetit, një antar i NATO-s dhe aleat strategjik në portin mikpritës të Pekinit. Ai fliste për kombin sikur të ishte prona e tij personale, prona private e familjes Edi Rami, që mund të shfrytëzohej në një lojë të ndershme hakmarrje personale. Në një vend me një shtyp të fuqishëm dhe opozit, një akt i tillë do të shpallej si tradhti. Do të kishte thirrje për hetime, për institucione që të vlerësonin nëse ky njeri përfaqësonte popullin apo një agent private dhe të mërzitur. Por vepra ishte bërë. Kufit ishin tërhequr në rër, të lahen nga e njëjta deti Adriatikut ku anijet amerikane dhe kineze kalonin ndonjëherë natën. Pyetjet ngelen në ajrin elektrik pasi transmetimi mbaroi. Nëse Pekini vërtet na sheh si mjalta, pse u zbulua kjo vetëm tani, në një moment të lojës politike personale? Çfarë kërkonte Kina? Dhe cilat ishin kuptimet e fshehura që Edi Rami kishte negociuar? A e kishte informuar ai presidentin, parlamentin dik? E vërteta e shqetësuar ishte më e thjeshtë dhe më tragjike. Edi Rami e dinte se karta e tij në dhelprën perëndimore ishte djegur. Dhe në zemërimin e tij, ai ishte gati të mbante një shenjë për të ardhmen e vendit të tij. Thjesht sepse një ndryshim i erave përtej oqeanit kishte djegur kopështin e tij politik personal. Fati i një kombi tani varej nga nëse institucionet e tij dhe populli do të lejonin që flakët të kapnin.